Zotri, nga cila krahin janë mërgjimtarët më dorë shlirë? Të Kosovës, po më ndonë. Po të Kosovës. Që unë vetëm po të regoj një, unë punoj në Wolfsburg, në fabrikën e Faves, fabrika më e madhe që ekziston në Gjermani. Po? Paga jame o mujore 4.222 euro. Po? Edhe ato të holla që i thani parafolsi jemi, i hargjoj dhe 10.000 euro në kohë vërtet. Po, sa shpenzon ti, më trego? Po të regojnë minimumi dhe 1.500-600 euro. Për një vit, për një pushim? Kuptuon, pas rrugë. Po? Rruga kushton dikuja 800 euro, anë e knej, bëjtë do më honë dhe 2.200-300 euro. Për një pushim në? Në Kosovë. Kosovë. Po. Po të kalzoj realitetin, nuk po du me gënjë që po gënjejnë ata para falë se mi. Se unë po të tregoj realitetin, një Kosovar, për me orë në Kosovë, o duhet me hi kredit 2-3.000 euro, ose 3-4.000 euro, ose duhet me hongër krelan me duqa çdo ditë. Mirë të krelanat të mira janë. Po dhe, anë ju së në shmuj, së më në lukë. E kur të vinë Kosovë, kur të vinë, po bezon shemë, kur të vinë Kosovë, jam aj veti që njëm zëtë për juve, a ma mirë jetani ju në Kosovë, bindu, se 80% mërgjimtarëve tonë kosovarë që jetojnë në Gjermani.